konsekventi katolicizmin, as katedralen, as i përmene... normat fetare, regula, do thotë të gjithë janë papranueshëm për mu. Unë nuk du që në shoqërinë civile, demokratike. Që për shembull kisha Laposhnikut, unë jam duke bënë një punim për këtë. Kisha Laposhnikut nga lësoj ti për shembull kesh përdoret, edhe japin hapësirë as madhe mbulesë mediatike, 30 për pranojnë fenë, po le ta pranojnë për vete, është çështje personale. Çka ka nevojë me dalë në emision, me dalë sa vete pranojnë krishterizmin. Ka nevojë Hoxh, Fatmir, Latifi, me dalë në TikTok, jo me emën unë flasë. TikTok edhe me mafy, kanunin e lek Dugagjinit, që ka qenë një kod i cili më ka bo me mbjetu 500 vjetë. Rregull dhe në rregull. Si ty, me të fyrë Kuran, a e pranon që ashtu edhe për mu me mafy. Që tash jemi këtu te tema, që tash jemi në temë. Çka ka nevojë Fatmir dhe çka ka nevojë me don Laposhnek aty 2-3 priftërin, me që në një kere ambasadës kineze aty, edhe një i Beogradit, lutem, nëse flasim... Ai kerri Beogradit, dëgjoj se kush është bashkëpunëtori Serbis, e arrestoi Akia. Jo, do dole tash edhe emrat e juaj, mos u bë mërat. Bashkëpunëtor të ju. Edhe ju po përgjoni. Ti po parajgjikon. Kemi mbi 5.000 veta që kanë kaluar në katolicizëm, a këta kur në kish nuk shkojnë. Let ma thot kjo për shembull doktrinën e Trinitetit. Po ndëgjoj, s'jum pa gëzu, por të garantoj, ndëgjoj po them publikisht. Po di çfarë do të thonë? Që nëse mu vjen ndonjëherë ndonjë thirrje shpirtërore, se që tash s'kam, jam shumë komod, pa religjon, pa besim fetar, e një vetëm shumë komod. Sa është e thonë që edhe unë zbesoj. A ka shkum bashkëto mu deklaruar që... Lutem, të përfundoj. Të garantoj që nuk do e përfaqësoj besimin islam, të garantoj këto për një arsye, sepse do thot do ishte tradhti ndaj vendit tem, ndaj që aty në 78 ditë që na ka çliru bota perëndimore. Ama kjo është deklaratë. Zotri, po dashti me dalë jashtë temës, po i dalë. Veç po du me thonë që është ka buhet një keshpërdorim të kisha, kërkun veç do mbaba Allah, kërkun nuk e përmeni kishën katolike që do me thonë edhe marrët me ta problem 2008, kur kum tregu rrezikun e shoqatave misionare, tash me keshpërdorim përmes rrjeteve sociale, del për shembull në mision, thot tash janë duke prit 30 veta, në pallat do bëhet një kish, atje do bëhet një kryq, në bashkë do